sot po para jush për shqyrtim dhe aprovim njërën ndër shtyllat kryesore të reformës në sistemin e drejtësisë, projekt ligjin për byron shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Realisht, këtë projekt ligj për herë të parë e kishim miratuar në qeveri më 29 dhjetor 2021 këtij procesi i kishte paraprir miratimi i koncept dokumentit në këtë fushë më 13 prill 2021. Por ky moment shënon edhe fillimin e një rrugtimi maratonik pothuajse 5 vjeçar drejt jetësimit të kësaj nisme reformuese, e cila bazuar në analizat dhe hulumtimet paraprake derivon nga nevoja e shtimit të instrumenteve dhe kompletimit të infrastrukturës ligjore në fushën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Projekt ligji tashmë bazohet edhe në 3 opinionet Komisionit Venedikut dhe 2 aktgjykime të Gjykatës Kushtetuese. Këto rekomandime janë reflektuar në tekstin e projekt ligjit, i cili është punuar në bashkëpunim të ngushtë me ekspert fushës, vendor dhe ndërkombëtar, përfaqësues institucional dhe partner ndërkombëtar, duke përfshirë konsultime teknike dhe analiza krahasimore për siguruar që dispozitat të jenë të zbatueshme, proporcionale dhe të mbrojtura me kushtetut. Edhe pse i miratuar disa herën e fundit i miratuar në kuvent më 5 dhjetor 2024, projekt ligjin duhet ta paraqesim sërish për miratim edhe sot, si pasojë e aktgjykimit të fundit Gjykatës Kushtetuese të datës 9 janar 2026, e cila kësaj here vonoi pra mori mbi 12 muaj kohë për shqyrtim dhe vendim. Ky ligj ka një objektiv të qartë, të krijojë një mekanizëm funksional dhe kushtetues për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme të zyrtarëve publik. Struktura e ligjit bazohet në disa shtylla kryesore: themelimi një institucioni të pavarur me mandat qartë, përcaktimi kritereve të rrepta për udhëheqjen dhe mbikëqyrjen e tij, procedurë detajuare verifikimit me afate të qarta, prag minimal për mospërputhjen financiare dhe garanci të plota procedurale për palën, përfshirë të drejtën për mbrojtje, përfaqësim dhe ankesë. Qëllimi i ligjit është i dyfisht. Së pari të forcoj llogaridhënien e zyrtarëve publik, duke bërë të qartë se pasuria duhet jetë në përputhje me të ardhurat e ligjshme, dhe së dyti të ruaj standardet kushtetuese dhe të drejtat themelore, duke siguruar që çdo ndërhyrje në pronë të bëhet vetëm me vendim gjyqësor dhe mbi bazë prove. Të nderuar kolegë, ky ligj e jep një mesazh të qartë. Mandati publik nuk është mundësi për pasurim personal, por është përgjegjësi që duhet kryer bazuar në dispozitat dhe obligimet ligjore. Në anën tjetër, për qytetarët, kjo nismë dhe ky ligj do thonë më shumë barazi, pastaj drejtësi dhe gjithashtu më shumë besim në institucionet shtetërore. Prandaj të nderuar kolegë, ju ftoj që ta votoni këtë kërkesë. Faleminderit. Faleminderit zëvendës kryeministre Gërvalla. A do fjalën dikush për diskutim? Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet.